Shikues të alert, mirëmbrëma. Përshëndetje nga ekrani i televizionit Ora News. Jemi dhe sonte në këtë puntat të radhës, si çdo të premte në orën 21 me tema dhe çështje që kanë lidhje me konsumatorin, me mbrojtjen e konsumatorit dhe të drejtat e tij. Para se të prezantoj temën dhe të ftuarit, dua të rikthejnë vëmendje nga java e kaluar njoftimin e RASF, është një produkt jo ushqimor, në fakt produkti që është në kontakt me ushqimin raportohet nga RASF si alert për një produkt filxhan qelçi të prodhuar në Kinë, të eksportuar më pas në Poloni dhe nga Polonia në vendin tonë. Nuk është ky, do t'i lutesha regjis, bëhet fjalë për gotat e qelçit të Inspektoratit Shtetëror Mbikëqyrjes Tregut, të cilat kanë reaguar një javë mbrapa, kanë publikuar në faqen e tyre zyrtare gotat filxhan qelçi, të cilët kanë ngarkesë, pra janë raportuar nga RASF javën e kaluar si produkt me rrezikshmëri të lartë për shkak të plumit dhe kadmiumit që mbajnë, të cilat migrojnë nga qelçi në ushqim, në atë çfarë hidhet në këto gota. Janë të eksportuara në Poloni, nga Polonia më pas në shumë vende edhe të Bashkimit Evropian, por edhe të Ballkanit, përfshirë dhe Shqipërinë e Kosovën. Janë produkte pra që sipas Inspektoratit Shtetëror Mbikëqyrjes Tregut, e cila i niset alertit të RASF, janë produkte me rrezikshmëri të lartë, me plumb dhe kadmium, pra që çlirohet nga filxhani në produkt. Bëhet fjalë, produkti është importuar nga kompania LPP Albania SHPK, në fakt është një kompani ndërkombëtare me degë edhe në Shqipëri e njohur në fushën e modës, nuk e dim se ç'lidhje ka me enët e kuzhinës, megjithatë janë tërhequr edhe nga vetë kompania, por edhe nga ndërhyrja e Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut. Gjithsesi, sipas njoftimit, kushdo që mund të ketë blerë këto kohë në markete, dyqane të ndryshme këto gota, spari nuk duhet blihen nëse hasen diku, nëse gjenden, në faqen ishmt.gov.al janë dhënat edhe tyre loti e çdo detaj tjetër i mundshëm për t'i identifikuar. Çdo kush i ka blerë mund t'i kthej në vendet ku i ka blerë edhe nëse nuk e ka ruajtur kuponin tatimor. Pra është një marrëveshje mes tregtarit, importuesit dhe shitësve me pakicë për t'i kthyer, pra nëse dikush i ka, mund t'i kthej aty ku i ka blerë edhe nëse nuk e ka të ruajtur kuponin tatimor, apo në rastin më të keq nëse nuk është pajisur fare me kupon tatimor. Ky ishte alerti, pra njoftimi për konsumatorët, të cilin ne ndjejmë për detyrim ta bëjmë çdo javë, dhe pas kësaj do të kalojmë te njoftimet e RAPEX, është Safety Gate e Komisionit Evropian, e cila çdo javë raporton produkte jo ushqimore të cilat përbëjnë rrezik për konsumatorët. Janë produkte ndryshme të përdorimit të përditshëm. Lodrat e fëmijëve vazhdojnë të zënë pjesën më të madhe të tyre në çdo njoftim të javor, nuk mungojnë asnjëherë, por ka edhe gjithçka tjetër që ne e përdorim për ditë, por edhe fishek zjarre, dritat, meqense se jemi në prag festash, janë dritat zbukuruese të Krishtlindjeve apo të Vitit të Ri që her pas here përbëjnë rrezik, janë ushqyesit e telefonave, janë makinat, automjetet që ne përdorim për ditë, të cilat shfaqin defekte të ndryshme dhe nga koncesionarët duhen tërhequr apo kushdo që i ka bler i ka kthyer. Sigurisht jo çdo qytetar mund të ketë akses ose mund të ketë informacion për produktet të cilat jo detyrimisht ndodhen edhe në tregun shqiptar, por patjetër që edhe mund të jenë sepse janë produkte qoftë që nuk janë konform rregullat Bashkimit Evropian, por edhe të tjera që kanë markimin CE, kozmetika, higjiena, produkte higjienës vazhdojnë të rezultojnë me probleme nga më të ndryshmet e kryesisht kimike. Gjithsesi, çdo kush mund të kërkojë në Google me Safety Gate RAPEX, fjalë kyçe pra dhe të del linku ku shfaqen çdo ditë produktet që duhen tërhequr nga tregu dhe që përbëjnë rrezik për konsumatorët, edhe e ritheksoj produkte jo ushqimore. Do të kthehemi tek tema e ditës. Disa javë më parë, jo shumë larg, në fakt analizuam disa produkte qumshti, konkretisht mostra qumësht fshati dhe mostra qumësht fabrikash, pra të blera në markete, dhe në fakt edhe siç pritej rezultuan që produktet qumshti i blerë në rrugë, qumshti fshatarëve rezultoi me probleme të ndryshme, ndërsa ai industrisë rezultoi konform rregulla e legjislacionit për sigurinë ushqimore. Sfundmi kemi analizuar 3 mostra KOS. Nisur nga ajo çfarë thuhet, shkruhet,
perceptimet e njerëzve për qumshtin pluhur, për vajin e palmës e tjera, morëm 3 mostra kos në market të dyqaneve të prodhuesve shqiptarë të ndryshëm dhe konkretisht morëm një shishe 1 litrësh e qumësht kos nga Vita 2001, pra kompania e prodhimit Vita 2001, morëm një kos po ashtu Zepa Natural dhe një kos tjetër lope nga Girofarm. I analizuam në laboratorin Tenuis, një laborator i akredituar sipas standardeve ndërkombëtare legjislacionit shqiptar, dhe përgjigjet e tyre, siç besoj do t'i shihni ose po shihni edhe në ekran, kanë rezultuar konform. Kanë rezultuar, pra ne kemi kërkuar detektimin e qumshtit pluhur dhe detektimin e vajit palmës në këto 3 mostra. I morëm në marketet të ndryshme, 2 prej prodhuesve në një market dhe prodhuesin tjetër Vita 2001 në një tjetër market, dhe që u dërguan në laborator, sigurisht konform rregullave dhe standardeve të marrjes mostrës për produktet me origjinë shtazore, por që në këtë rast nuk ishte shumë e domosdoshme, edhe pse nuk ishte shumë e domosdoshme në këtë rast, çështja e ruajtjes në temperatura ftohta, sepse nuk kërkuam ngarkesën bakteriale tyre, por vetëm vajin e palmës dhe qumshtin pluhur. Të 3 mostrat kanë rezultuar konform. Para se të prezantoj të ftuar dhe diskutojmë për këtë pjesë, do të kalojmë në një moment tjetër tek dhe me këtë do ta nis bisedën. Në fakt, lidhet patjetër me sigurinë ushqimore për njoftimin e fundit të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në vazhdon e disa njoftime prej më shumë se 1 muaj për bllokimin e një tjetër sasie misri për kafsh, pra si ushqim për kafsh nga Serbia. Është njoftimi i fundit në faqen e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Janë, besoj, 10 kamiona apo ton me misër, dhe ka pasur edhe raste ushqim për shpend, të cilat janë bllokuar, pra që vijnë nga Serbia janë bllokuar me prani, pasi janë analizuar, kanë rezultuar me prani të aflatoksinës B1, e cila nëse do të kalonte për më pas si ushqim për kafsh, patjetër që mund të reflektohej në qumësht. Kthehemi tek në studio dhe do të prezantoj të ftuarit, është zoti Kaplan Sulaj, dekan i Fakultetit Biotehnologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor Tiranës. Kënaqësi që ju kanë në studio, profesor. Faleminderit për ftesën. Zonja Drita Deçolli është inxhiniere e lartë dhe teknologe, njohëse në detaje e prodhimit dhe përpunimit të qumshtit. Kënaqësi që ju kam sërish në studio. Faleminderit. Zoti Ilir Pilku është ekspert për bujqësinë, por njëherë është drejtor ekzekutiv i shoqatës Industria për punimin e qumshtit. Mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Po e nis me ju, Ilir, me njoftimin e AKU-s, na lidhet besoj gjithë zinxhiri i sigurisë ushqimore. U bën ndoshta 1 muaj gjysëm, nuk jam i sigurt për afatet, por që ka një aksion të vazhdueshëm për bllokimin, për kontrollin, jo bllokim se ky nuk është bllokim i qëllimshëm, por për kontrollin dhe analizimin e ushqimit për kafsh si një risk pastaj për konsumatorët nëse tek produkti fundor që është qumshti. Sa e rëndësishëm. Shiko, unë do t'jap notat më pozitive, e vlerësoj këtë lloj nisme. Duhet ishe bërë shumë kohë më para për të pas një produkt sa më të sigurt për konsumatorin, se kuptohet aflatoksina ka një indikacion shumë të madh në shëndetin e njeriut, dhe kjo do përmirësoj edhe më shumë, do përmirësoj bazën ushqimore të blegtorisë, pra do kemi një qumësht më të shëndetshëm. Ajo që unë do të thoja, të vetëm rekomandim ose shqetësim, do të thoja mund të kisha, ishte pse nuk këto ngarkesa pse nuk kthehen mbrapsht. Sepse për neve është një kostër shumë e madhe, për arsye të groposjes të atij produktit, pra të misrit, dhe duke na dhënë duke i dhënë dhe konsumatorit një siguri që këto ngarkesa, se janë shumë, pra kemi një numër shumë të lartë të ngarkesash me misër, janë asgjësuar. Janë asgjësuar në Shqipëri, këto nuk janë kthyer mbrapsht? Po, atë që paktën në disa njoftime që kemi nga AKU-ja, në Elbasan janë identifikuar 2-3 ngarkesa në magazinë. Që kishin hyrë më para, po. Që kishin hyrë më para. Pra, ajo që ne duhet bëjmë atë që bëjnë dhe të tjerët me neve, është që në kufi identifikohet, prandaj është ajo që ne duhet kemi patjetër në mënyrë të domosdoshme. Ne duhet kemi laborator në pikat tona kufitare, kur fluksi tregtar është i lartë. Dhe aty ku analizat e riskut janë më të larta. Për shembull, hani Otit është gjithmonë ka qenë një nga ato pikat kufitare, kur kemi me Serbin, kemi
marrëdhënie tregtare dhe ku kalon gjithmonë ka kaluar Ministri Gruri, Elbi Soja. Pra, është tashmë është domosdoshmëri. Në mënyrë sa më të shpejtë, ti të kesh mundësinë që ti kthesh atij tregtarit dhe ta kthesh ngarkesën mbrapa. Pse ne duhet marrim kosto shteti për ta groposur, kosto, ndërkohë që nëse ne Kosto risku, sepse kostot i mbulon operatori biznesit. Patjetër, por të dish një gjë, Granit. Një ngarkesë domate në Greqi të kushton, pra atij të dërguesit tregtarit ton, i kushton 10 deri në 12.000 euro. Kuptohet se sa e rënd financiarisht është procesi i groposjes, sepse ka koston e groposjes, ka dhe atë penalitetin për identifikimin me probleme të prodhimit. Kështu që pse duhet kthejmë mbrapsht, edhe kjo është logjika më e mirë dhe je më i pastër në kuptimin se sa të rinj të mendojmë se është asgjësuar, nuk është asgjësuar, është groposur, nuk është groposur. Gjithsesi, në dijenin time, kjo është thjesht info që ngarkesat rinë bllokuar në kufi derisa del rezultati i analizës, përveç rasteve kur kanë hyrë në territorin analizuar në magazina, por nuk jam i sigurt. Këto të fundit ndoshta kanë kaluar në këtë. Analizuar në SUV ku kanë rezultuar pozitive, pra me ngarkesë, janë kthyer mbrapsht. Pra kanë ndenjë në kamion pa u shkarkuar në Shqipëri. Po, gjithsesi është i drejtë shqetësimi juaj, sepse hajde pastaj gjeja është asgjësuar, ka shkuar, ka hyrë, është shitur, se nga informacionet që kam unë, edhe misër për kafsh, në disa mullit vegjël e tjera e marrin e bëjnë për bukë. Për konsum human. Jo, unë informacionet nuk i them në ty, unë i kam. Unë thjesht nuk kam subjektin që ta di, që është fiks subjektin për që ndodh. Unë jam i sigurt që e ka ndodhur. Dhe e di edhe rrjetin, por nuk e kam të provuara që ta them publikisht dhe them po kjo është prova. Dhe unë nuk bëj gjëra të tilla pa prova. Zona Deçolli, në legjislacionin për sigurinë ushqimore në Shqipëri, lejohet, pra për te perceptimit, pastaj, por lejohet që në kos, që ne kosin e freske që ne konsumojmë çdo ditë, të përdoret 2 deri në 3% e pa nevojshme për të deklaruar në etiketë qumësht pluhur. Ndërkohë, në flet analiza nuk është detektuar as qumësht pluhur, as vaj palme. Për të tre kompanitë që kemi... Për të 3 mostra që kam marrë, patjetër, për të 3 kompanitë thashë në fillim që kanë rezultuar konform analizat. Ndërkohë, pra, unë di që ka kompani shqiptare të cilat e kanë deklaruar në etiketë. Megjithëse nuk e kërkon ligji, e kanë të deklaruar në etiketë praninë e qumshit pluhur 1%, 0.4%, 0.6%, 2%. Aq sa përdorin ata. Sa është nevoja për të përdorur për spari, pse përdorë qumshti pluhur në kos, flasë në kos të freskët, dhe e dyta, pse nuk detektohen nga laboratori dhe kur janë sasi, kur përsa kohë mund të ketë një qumësht pluhur. Shiko, unë do doja ta trajtonin pak, ta fillonin pak më ndryshe Granit. Çfarë qumshti pluhur në radhë parë? Sepse shpeshherë... Nëse flasim, dakord, qumshti pluhur është qumësht në fundit. Dhe në raport me qumshtin e freskës është shumë herë më i sigurt. Por nëse flasim çfarë është qumshti pluhur, po ligjerojmë që ky është me qumësht pluhur. Jo, thjesht... Po themi që le të jetë me qumësht pluhur se nuk ka problem. Nuk dua ta orientoj bisedën këtu. Në fakt po ti referohemi ligjit, në etiketë duhet deklaruar gjithë ingredientët. Kështu që ligjerisht 2 deri në 3% nuk e deklaron. Nuk deklaron 2 deri në 3%. Pra, edhe pse nuk i detyron ligji, ata e kanë deklaruar, 1 ose 2 kompania ka. Ligji në një pjesë të vetën, ashtu si shkruar është nonsens, se 2 deri 3% janë elementë detektueshëm të përbërjes kimike të një produkti. Kështu që ai nuk mund të shkruhet 2 deri 3% elementë të tjerë të panjohur ose përbërës të tjerë të grupuar pa u specifikuar. Kështu, në këtë aspekt është nonsens, nuk janë pak 2 deri në 3% të përbërjes. Kështu që edhe kjo pjesë e deklarimit në etiketë ka një problem në aspektin e sigurisë. Nëse nuk duhet të hyjë diskutimit, po përsa ku nuk e kërkon ligji,
Akord të akord, unë i referojmë sepse nuk është shtesë mangësisë tjetër, që ka përcaktimi ligjor. Pastaj është tjetër nuk është një shtesë tjetër që duhet ta deklarosh patjetër një ingredient. Megjithatë, nëse do ishin sasi më të mëdha, po flasë që ka ligji. Qumshi plur, në fakt ka, me që jemi të kosi, ka disa lloj kosësh, tipe kosësh. Është kosi tradicional, që ne historikisht është bërë i Ballkanit edhe. E që e bëjmë në shtëpi. Që e bëjmë në shtëpi. Që matë temperaturën me gisht. Po. Duke numëruar. Po. Është kosi set ose kosi lidhur, për këtë cilin ne po flasim. Kosi tundur, kos me fruta, që është po set, po ka shtesa ingredient frutash të shtuara, në trajt gjeli ose frutat të thata e tjera. Është edhe kosi acidofil. Këto janë në përgjithësi. Këtë fundit unë se kuptova, këtë tjera... Është, ta shpjegoj unë. Po, ka kultura që prodhojnë më tepër, acid laktik edhe acid e Janë tjera. kulturat veçanta, të cilat kanë më shumë probiotik dhe që janë shumë më të shëndetshme për organizmin e njeriut. Kosi është një produkt acidolaktik dhe dietetik një kosish, që shërben edhe për shëndetin, jo thjesht një ushqim që ta hash. Kosi tradicional nuk ka nevoj për qumësh plur, sepse është një kos që i del si përfaqja e yndyrës i del lartë. Ashtu se nuk homogenizohet. Ndahet në fasë. Ndahet në shtresa, bazë të peshës specifike të tyre, po, ka hirën që del kur ne marrim me luk. Që del mi basën e piksur. Po, është një kos i shishëm, i afët, si pas kushteve në cilën zjen, dhe që në prodhimin industrial nuk bëhet, ose bëhet shumë rrallë. Pavarësisht se klienti e kërkon, sepse është një kos që është mësuar, është rritur. I duket ajo shtresa e ajkës, i duket që ky është me qumësh original. Po, procesi homogenizimit e kryon kosin. Ndërsa kosi set është një kos i cili yndyrën nuk e ka në trajt shtrese që kur del si produkt i gatshëm, por është i grimcuar nga homogenizimi, një proces shtes që i bëhet këti, që është përndan në trajtën e gjithë masës. Në emulsifikon. Po. Dhe ky kos, për këtë arsye, ka jetë gjatësi më të madhe se sa kosi tradicional. Plus pasaj, ky kos ka një kërkesme, qënë se është kos i lidhur, kompakt, do lënë të thata më të mëdhaja, se sa ka vetë qumshi ndonjëherë. Pavarësisht se standardi e ka lënë të thata me 8.5% yndyrë, standardi ynë, më falë, me lënë të thata 8.5%, ky do 9.2, 9.5%. Dhe pikërisht për të kompensuar këtë munges të lëndëve të thata, shtohet qumshi plur, jo vetëm këtu tek ne. Kjo është një teknologji që ne e kemi huajtur nga Bullgari, nga përgjithësi nga Ballkani, sepse kosi është kryesisht produkt, si thua, tradicional i Ballkanit, por edhe i vendeve të tjera. Ky qumësh plur që shtohet, jo vetëm e lidh më tepër kosin, por bën që hira e tij të mos dalë në trajtën e veçuar, në trajtën e një faze të veçuar, kur ai konsumohet. Gjë e cila e bën më të këndshëm kosin, por njëkohësisht zgjat edhe më shumë fazën jetëgjatësinë e kosit. Sepse uji është ai që është zhvilluesi më i mirë i mikrobeve në produkt, qofshin këto dhe të dobishme, që vazhdon procesin e fermentimit kur gjen kushte, kuptohet, duke prishur pasaj më shumë cilësinë e tij, sepse çdo produkt ka jetëgjatësinë e vet. Kam përshtypjen Drita që ka një keq mendim të popullatës që nëse nuk e shohin më atë stresën e verdhë të yndyrës, e keq kuptojnë duke menduar që kosi i fabrikave
nuk ka yndyrën në përkatëse. Yndyra është brenda strukturës së kosit. Është tretur në gjithë masën. Kjo është edhe një konfuzion që kryohet nga konsumatorët, sepse thonë, me kosi jemi rritur. Dhe këshu e ka bërë nëna ime, gjyshja ime, dhe unë e dua yndyrën këshu. Pavarësisht se ai kos që bëhet kushte shtëpia, i 2-3 ditë nuk ronë më shumë. Edhe pse në frigorifer. Pikërisht për arsye sepse uji i lirë që ka ai e bën më të përshtatshëm për të zhvilluar bakteriet acidolaktike, të cilat vazhdojnë procesin e fermentimit acidolaktik dhe e thartojnë atë më shumë. Edhe një shpjegim dua pikërisht për këtë, po të thonë më thjesht për gjithë ata që na ndjekin, sepse në biseda kafenesh, në rrjetet sociale, ka nga ato postime që thonë, kosi që bëjmë vetë, që zijim vetë, na prishet për 3 ditë. Lërkët e fabrikave hapur 1 muaj e tjera nuk prishet. Pra t'ju a themi edhe njerë shumë thjesht njerëzve atyre që na ndjekin. Do më thënë, shkaku kryesor që prishet kosi është yndyra, që është, si thua, pjesa e cila zhvillon më shumë mikrobet, mban dhe zhvillon njëkohësisht edhe ujë. Plus pasaj faktorët e tjerë të higjienës, të ruajtjes që janë faktor teknologjik të cilat duhen zbatuar patjetër. Veç kësaj, në kosin set, për shkak të dhe vetë kërkesës së konsumatorëve, nuk kërkohet me yndyrë të plotë, sepse gjeneratat e reja kërkojnë yndyrë të moderuar, pikërisht për të ruajtur linjat e veta, problemet e kolesterolit e të tjera. Dhe të gjitha këto kërkesa, industria jone qumshit i tërheq dhe i përkthen në karakteristikat e produktit gatshëm që ajo prodhon. Jo vetëm tek ne, gjithmonë po e theksoj, kjo ndodh në gjithë vendet e botës cilat prodhojnë kos. Këto janë disa nga arsyet. Arsyeja tjetër, pse zgjatet jetëgjatësia e kosit, i cili prodhohet në fabrik, është sepse ndërsa ti e prodhon pas një mjetmatës, as termometër, as pH meter, por me gisht, derisa gishti të duroj 10 numra, aty zbatohen gjitha rregullat, ka një teknologji fikse, kontrollohet ndiqet procesi nga lënda e parë, sepse ka një gjurmëshmëri produkti, nga lënda e parë që kontrollohet, sepse për kosin duke qenë një produkt acidolaktik me bazë fermentimi, dhe ky fermentim zhvillohet në temperatura 23, 24 deri në 45 gradë në dhomat e inkubimit, ku zihet kosi, jo i mbuluar me batanie si që e bëjmë në shtëpi. Në shtëpi nuk del kur 2 herë njësoj. Ashtu dhe, që s'del kur një lloj. Atje ka rregulla strikt, qoftë lagështis, qoftë temperaturës dhe qoftë kohës së inkubimit. Dhe të pH aciditetit që duhet të arrijë kosi në dhomën e inkubimit. Të gjitha këto, higjiena që zbatohet, rregullat e pastrimit kimik që zbatohen, ndikojnë që jetëgjatësia e produktit të jetë më gjatë. Një faktor shumë i rëndësishëm është, ndërsa në shtëpi ne zëm kosin me maja, me far kosi, i themi ne. Ose me kos të ruajtur nga kosi më quhet far kosi. Në industri, ky kos zihet me kultura të pastra bakteriale, të cilat importohen nga jashtë, vijnë nga jashtë, janë qendra kompani të specializuara me Hanseni mos gabojmë është një nga kompanitë Hanseni, Danisco, që janë kompanitë më të njohura në botë, të cilat janë distributor këtu tek ne, kanë përfaqësues. Po. Dhe kultura e pastër bakteriale bën që kur ka kushte terren të përshtatshëm dhe higjen shumë të mirë, bën që kurba e aciditetit që arrin deri në një pikë të caktuar dhe pastaj ajo mbetet konstante gjatë gjithë kohës së jetëgjatësisë së saj. Dhe kjo bën që kosi të mos prishet.
që është 110 gradë deri në 120 gradë Tjorner, ose me pH-in 4.3 ose 4.4. Dhe më thënë, në qofë se nuk në aprishet kosin dherë frigoriferit për 2-3 javë, nuk ka problem. Nuk ka problem. Me gjitha të, unë këshiloj kompanit të cilat mos shtojnë shumë jetëgjatësin e këti produkti për shkak të probiotikve të cilat përmban kosi. Probiotikët janë mikroorganizma aktive të dobishme, të cilat ruajnë ekuilibrin në aparatin tretës midis mikrobeve dëmshme dhe mikrobe... Jo. Nuk e le kush në derë frigoriferit a gjatë. Jo, u them kompanit që vendosin, sepse ajo mund të qëndroj në njësinë e tregtisë më shumë. Pikërisht, kur koha shumë e gjatë e jetëgjatësisë të tyre, këto probiotik vinë edhe zvoglohen, duke ullur deri diku vlerat ushqimore, si thua ose... Ndoshta ky ishte rasti që ju emisioni Qendra Alert publikoi para sa ditësh një salcë kosi, i cili kishte shumë kohë në është tjetër gjë ajo, salca pastaj është tjetër gjë. Është industriale, nuk është... Po, është biles nuk quta salcë kosi, salcë. Po, salca të bëhet fare s'ka lidhje me qumështin fare. Sepse regjia më kërkon të shkoj në reklama, do t'jap gjithë kohën e mundshme pas publicitetit. Një hapësirë shkurtër publicitare, kthehemi pas pak, mos u largoni. Jemi sërish në alert në këtë pjesë të dytë dhe po flasim për nën produktet e qumshit dhe konkretisht kosin. Do të komentojmë sigurisht në këtë emision me ekspertët, me të ftuarit edhe raport progresin e Komisionit Evropian, konkretisht kapitullin 12 dhe gjetjet e tij të cilat tregojnë për një sër problematikash në raport me sigurinë ushqimore, me shërbimin veterinar, me sistemin e laboratorëve në Shqipëri. Zoti Sulaj, keni tentuar një dyert ta merrni fjalën, po koha s'na mjaftoi. Do ta nisim me një koment për analizat, me sistemin e kontrollit apo... Jo, një koment pak thjesht për çfarë u diskutua më parë lidhur me analizat që ka kryer dhe me kosin. Kjo referuar, unë kam parë rezultatet e analizave, kryer analiza për përmbajtjen e qumshit plur dhe përmbajtjen e vajit palmës, dhe ka rezultuar që në këtë produkt kost nuk ka prani të tyre. Kryesisht nuk tentohet që të shtohet për nisë me vajin e palmës, unë kam shpjeguar dhe përpara, sepse vaji i palmës është një yndyrë e saturuar, cila ka 50% acide yndyrore të saturuar, që kur shtohet të qumshti dhe të kosi, sidomos ato që kanë flasim për lëngjet, si në konsistencë të ujshme, është shumë e vështirë përzierja e tyre uniform. Kështu që po ta shtosh të qumshtit të dallosh globulat e yndyrës dhe shumë e vështirë krahas së përpjekjeve për të bërë në industria për ta homogenizuar atë me mjete të ndryshme, me centrifugë ose me pajisje të tjera, ose me përzierës homogenizator, është e vështirë që të arrish një masë uniforme. Kjo është arsyeja që nuk shtohet. Thjesht nuk është e vështirë për të arritur. Ose arrihet për momentin dhe pastaj vjen një kohë kur globulat e yndyrës dalin në sipërfaqe. E njëjta dukuri ndodh dhe me kosin. Por mund të shtohet te kosi i cili ka konsistencë, është më viskose se llojet e kosave të tjerë, që afrohet dhe kryesisht jogurti ai klasik ka raste që mund të shtohet, se konsistenca e atij afrohet për shembull konsistencës së salcës së jogurtit. Mund të shtohet dhe vaji i palmës. Tek llojet e kosave tradicionale që prodhohen në vendin tonë është shumë e vështirë të shtohet. Për shembull, po ta shtosh tek në qumësht dhe të bësh një kos tradicional që bëjnë me kultura tegra ose me kulturat që përdoren, me farën e kosit që përdoren në shtëpi, ai më njëherë dallohet te yndyra. Dallohet sepse nuk përzihet, nuk është një masë, janë globula me acideve yndyrore të cilat janë kompakte, është vështirë për tu përzier. Përdoret në masë pastaj produktet e tjera të qumshit, që është salcat, djathrat e butet të fortë. Dhe lidhur me atë që tha Zonja, që shpjegoi mirë, unë do të shtoj diçka që ka dy lloj kosesh në Shqipëri, kos industrial dhe kos jegër, edhe ose atyre kos i fshatit, dhe që përdorin kulturat egra ose kulturat cilat ndryshojnë nga një familje në një familje tjetër. Ka një proces fermentatus që bëjnë në familjar të pa kontrolluar, sporadik, dhe një proces fermentativ i cili është në industri i cili është i kontrolluar.
me anë të parametrave, dhe kjo është arsyeja që ka një diferencë midis shijes së kosit të industrisë dhe kosit të bërë vetë. Nga një shtëpi, në një shtëpi tjetër ndryshon shija, sepse kulturat nuk janë njësoj. Kurse kosi industrial është standardizuar dhe shija është njësoj. I një loti ose një serie produktesh gjejnë të njëjtën shije. Profesor, po ndoshta edhe ka në markete, ka dhe kos që thuhet kos fshati, që është prodhuar me të njëjtën mënyrë me kosin që bëhet në shtëpi, që ka të shtresën petën e yndyrës, të cilët konsumatori gënjehet kur e shikon që është një kos mendon që është një kos më i mirë se kosi një fabrike. Shiko, kosi, për shembull kosi është si probiotik, po kosi që bëhet në familje është më acid, është më i thartë, më acid se sa i kosi që prodhon industria. Dhe konsumatori tani nuk preferon të përdor kos shumë acid, sepse duke marrë më tepër produkt me pH acid, natyrisht që do shtoj aciditetin në stomak dhe në aparatin tretës. Kështu që synon të marrë një kosh me një pH acid, me një pH, kosi ka pH acid, po një aciditet diku tek 4,2 deri 4,4. Madje edhe më poshtë se 4,4, duke të patur atë shijen e ëmbël, atë kosin e ëmbël. Dhe kjo tregon që procesi fermentatus ka arritur deri në një pikë, por nuk ka arritur që të konsumohet të gjithë substratin, të gjithë laktozën, të ngelet në pjesës së dhe pikërisht ai substrati laktozës që ngelet i jep shijen e ëmbël. Kjo është dallimi midis dy lloj koseve, por nga ana higjienike dhe nga ana po të thuash shëndetësore, një kos me një proces fermentatus të kontrolluar është më i mirë sepse aty gjithçka është ka qenë kontrolluar dhe benefitet në organizëm janë akoma më të mira. Duhet kemi parasysh që për personat që vuan që janë intolerant ndaj laktozës, është mirë që të marrin kos me fermentim të plotë, jetë kos acid, për faktin sepse ky lloj kosi nuk ka më substrat, s'ka laktozë për ta fermentuar dhe pothuajse niveli laktozës shkon drejt zeros. Kështu që kosi fshatit, ai kosi që përdoren në familje, mund të përdoret për personat që janë intolerant ndaj laktozës. Kështu që thonë shkurt janë produkte, të dyja kategoritë e produkte të shëndetshme. Por referuar ai që është i pakontrolluar, natyrisht ne marrim produkt i cili nuk është i standardizuar dhe shpeshherë mund të devijojnë në kulturat, mund të çojë pastaj një kohë shumë në një kos me pH shumë acid. Ka që kisha për këtë? Ndoshta unë do të shtoja që midis një rafti të një marketi, supermarketi, ku kemi i kos fshatit të prodhuar në mënyrën jo me homogenizator, pra vetëm në një vlim, dhe me kosin e një fabrike, cila ka kaluar atë procesin dhe kosin tradicional, thoni juve, dhe kosin industrial. Duhet konsumatori, duhet t'i referohet etiketës, sepse në etiket duhet gjithë procesi teknologjik në bazë të ligjit ushqimit 2008 i ndryshuar disa herë, duhet të përshkruhet ky proces. Shiko, Ilir, kur flasim për atë kosin e fshatit që prodhon industria që servir në treg, për shumë kompanitë e mëdha servirin në treg, dy kategori kosi. Një kos industriali, bërë me kultura, dhe kos fshati. Janë kulturat dhe aty që përdoren, edhe aty një industri nuk mund të përdor kultura sporadike, kultura pa standardizuar, është e pamundur se produkti devijon shumë shpejt. Por, aty janë kulturat të përzgjedhura, të cilat tentojnë që të sjellin një produkt më acid në shijen gjason në produktin e fshatit. Por asnjëherë nuk mund të themi që është një produkt i cili është prodhuar në mënyrë sporadike ose në mënyrë të pakontrolluar. Kështu që industria i përdor dhe këto variante sepse ka transferuar teknologji ka izoluar kulturat e egra të cilat të marrën nga vendet të ndryshme apo nga partitë të ndryshme të prodhuara, të cilat pastaj i ka standardizuar dhe i fut pastaj në proceset industriale. Kjo ndodh jo vetëm në vendin tonë, por në gjithë botën, sepse ato kultura janë dhe më rezistente dhe natyrisht japin fermentim më të plot tek produkti. Japin një cilësi të standardizuar, që nuk ka luhatje gjatë procesit të ruajtjes. Unë doja të shtoja këtë,
që në treg sot, sidomos në kohën e sotme, ekzistojnë të gjitha llojet e koseve. Ekzistojnë edhe me përqindje yndyre të ndryshme, me lloje qumshi të ndryshme, deri te qumshi gomaricës kemi kos, kemi kos natyral, kemi dhe kos industrial. Kështu që klienti është i lirë të zgjedhi. Nga ndryshon kosi industrial nga natyrali? Me te po diskutoshën. Po, kosi natyral është tradicionali. Tradicionali. Ai që do më thëmë bëhet... I bërë në fabrik në mënyrë po, dhe në fabrik ose në një punishte, që është bërë i pasterizuar, nuk është homogenizuar, qumshi, është bërë si masë teknologjisë që ne kemi batuar... Do të shtoj diçka. Kur thua qumë është industrial, kur themi kos industrial, jo, unë them i bërë në një fabrikë... Është si punë e mjaltit industrial. Duhet të shtojmë dhe të regojmë dhe një diçka që është reale, në fakt, po nuk ka asë një gjë nga ana e sigurisë, te kosi mund të shtohet proteina, për shembull për ta lidhur atë më mirë dhe për ta bërë atë më viskoz. Ai kosi grek për shembull me proteina shtuara. Nuk ka asnjë gjë të keqe, përveç se pasuron me proteinë. Në formë jogurti. Shtohet te kosi, shtohet tek salcat, shtohet te djathrat, te të llojet të ndryshme proteina. Kosi me fruta shtohet shumë. Proteinat nuk i bëjnë asgjë tjetër, vetë krijojnë një masë më kompakte. Ajo nuk diferencohet në faza, e lidh mirë dhe e bën më viskoze dhe e ruan edhe pamjen, por nga ana tjetër lidh mirë edhe elementet përbërës të kosit. Lidh proteinat, lidh yndyrnat dhe krijon një masë më viskoze. Pse kemi gjithë te panik atë, profesor? Shiko, ne duhet kemi, proteinat, lëndët minerale, vitaminat, yndyrnat, janë karbohidratet, janë nutrient që shtohen. Nuk kanë asgjë të keqe. Rreziku, kur ato janë në raporte të ndryshme nga ajo klasike që ka përbërja e një produkti, këtu fillon rreziku. Ose kur ka ingrediente të tjera që janë kimikate të ndryshme, konservant dhe kimikate, kjo pastaj është histori tjetër. Kur flasi për nutrientë dhe pasurimin e produktit me vlera ushqyese, asgjë të keqe nuk ka. Sot njihet shumë mirë nga industria fortifikimi i produkteve. Po të shikoni që nga qumshi dhe produktet tjera, produktet pasuruara ose të fortifikuara, me kalcium, me fosfor, me vitamina, me lëndë minerale, sepse nga anat, përveç se vlera ushqyese. Përveç se marrin vlerat që ka një produkt natyral, merr edhe vlerat të tjera të shtuara, të cilat i bëjnë mirë shëndetit të konsumatorit. Ke diçka po? Jo, unë do thoya, dua ta lidh pak me zinxhirin e sigurisë dhe të prodhimit. Unë do doja më tepër të shtoja këtë që nuk prodhojnë kos vetëm fabrikat, vetëm fabrikat e qumshit. Kos prodhojnë tashmë, se kemi edhe punishte. Kemi etiketat janë shtuar, markat janë shtuar, po të shikosh, prodhojnë edhe punishtet e vogla, të cilat për arsye dhe të investimeve të pakta që kanë, minimaliste, sepse nuk kanë... Po bagje janë ato. Nuk kanë pasterizator automatik, homogenizator, më kupton. Laborator analizë. Po, mini laboratorin duhet ta kenë me ligjë. Nga ana e sigurisë. Se ti mendojnë se do investojnë në antibiotik, analizë antibiotiku ata? Nga ana e sigurisë, kosi ka lindur si në një nevojë e njerëzimit për kushtet e papërshtatshme të ruajtjes së qumshtit. Si puna e pastërmasë. Është një produkt i fermentuar, i cili fillimisht njerëzit e zbuluan pan produktin që ishte fermentuar, në qumshi që ishte fermentuar, ishte kthyer në kos në mënyrë sporadike që andej lindi kosi pastaj që u zhvillua. Dhe është një produkt që konsiderohet në përgjithësi i sigurt për konsumatorin. Sepse janë mënyra e fermentimit të tij arrin në një pikë kur krijohet pH i acidi, i cili frenon gjithë mikroflorën tjetër të patogjene. Profesor, këtë doja të shpjegoja këtë hamendësimin që ekziston, duke qenë se këto janë baxhe të vogla dhe nuk e kanë mundësinë të prodhojnë një kos të cilën të standardeve të tjera, të cilët të shpjegoj shumë mirë inxhinierja, shpjegoj që kanë një strukturë të mirë, kanë një viskozitet të mirë, kanë një shpërndarje të mirë të yndyrës, kanë një shije më të ëmbël. Atë prodhojnë kosin e fshatit që ka atë yndyrën dhe kuptohet konsumatori, midis dyjave, thotë, shiko, ky është me qumësh tamam. Ky është me qumësh fshati, sepse ka yndyrën.
Ky është perceptim shumë gabim i konsumatorit. Por nuk ka asnjë gjë të keqe që pse dy të kategori. ketë punishte që plotësojnë normat, plotësojnë rregullat edhe të prodhojnë dhe këto lloj kose. Jo, patjetër, në gjithë Tregu botën duhet jetë i ka pasuruar mini me gjithë fabrika, llojet, por me gjithë- çështja është se ato duhet të kenë disa standarde që të ngarkesat bakteriale të Disa e qumshit, mund t'i lëndës plotësojnë, parë. mund t'i plotësojnë, le të vazhdojnë. Është detyra AKU-s pasaj të kontrollojë se kush... Referuar kosi si produkt mund të arrihet që produkti të jetë sigurt. Referuar elementeve të tjera të sigurisë, cilat ka të bëjnë me ambalazhin, cilat ka të bëjnë me ujin, me higjienën, me kontaktin e produktit me atë, këto janë elemente të tjerë që cënojnë sigurinë. Qoftë dhe ato të njësi për punimit cilat nuk kanë, siç tha Iliri më parë, nuk kanë pasterizator për të bërë trajtimin paraprak të termik të qumshtit. Po ju tregoj një rast, e kanë treguar edhe më përpara, dikush përpiqej të denonconte tek rrjetet e qendrës alert, sigurisht ishte me emër arti, nuk janë këta emrat real të njerëzve, mund të ishte çështje konkurrencë e tjera dhe thoshte ja po na helmon kjo fabrika e prodhimit kosit e tjera dhe pyeta ke blen fabrika po në market? Jo thanë market, po shkot çojë te marketi. Po jo se po na helmojnë unë sa herë pi nga ky kos me helmon e mua e fëmijët dhe thash në fakt zojnë se emër femër kishte atë ishte. Thash ne dim që kosin e pim kur helmohemi, nuk na helmon kosin. Dhe ideja është që Jo, ka dhe intolerancë ndaj kosit. Është intolerancë, është tjetër gjë, po jo helmim se kosi probleme. Shiko, rastet e helmimeve në kos janë rastet të rralla, po rastet ku nuk janë zbatuar masat higjienike. Është shumë rrallë ndodh helmimet nga kosi dhe... Kosi rregullon helmimin. Kundrazi, kosi është probiotiku klasik për të balancuar. Kosi në fakt është një produkt i cili përpunohet në temperaturë shumë të lartë qumshi. 92-95 gradë. Pikërisht për të shkatëruar proteinat... Edhe në industri ka shkon? Po. Për të shkatëruar proteinat e tretshme, të cilat mbas shkatrimit të tyre bëhet më kompakt, kosi më i lidhur, më ashtu. Dhe temperatura e lartë që ushtrohet ka shkatruar të gjithë mikroflorën patogjene. Problemi që ndron mbi rikontaminimin e produktit mbas procesit pasterizimit, që mund të ndodhi dhe në fabrika, po të mëdhat janë të standardizuara në drejtim të higjienës dhe pastrimit kimik të linjave dhe dezinfektimit të tyre, por një punishte e vogël që nuk investon aq shumë për solucionet larse, pastruse, dezinfektuse të linjave, pajisjeve, çdo gjë që ka të bëjnë lidhje me produktin, apo që nuk i mban ambalazhet në kushte të mira higjienike, sepse mundet dhe ambalazhit kontaminohet. Ndoshta duhet ta themi që fabrikat kanë qipe të automatizuar të larjes të gjithë linjës që bëhet në mënyrë të rregull. Për të thënë nga ana e sigurisë, do të theksoj diçka. Një sistem industrial i përpunimit të qumshtit dhe që nga lënda e parë deri prodhimi i kos është një sistem i mbyllur. Duke marrë nga tankun nga lënda e parë deri tek po marr produkti përfundimtar deri daljen e paketuar. E po ta shikosh një linjë, është linja e mbyllur. Linja e mbyllur do të thotë që nuk ka ndikime të jashtme të kontaminimit. Ti nuk e shikon. Gjithçka është e kontrolluar dhe produkti futet qumësh del kos në fund. Po është linjë e mbyllur. Gjithçka është brenda një sistemi të mbyllur. Krahasuar pastaj me prodhime gjysmë industriale dhe prodhimet artizanale, gjysmë mekanizuara, të cila janë një pjesë është gjysmë e mbyllur, gjysmë e hapur në atë, sepse sistemi mbyllur është sistemi i pasterizimit, pas sistemit pasterizimit vjen sistemi i fermentimit, ftokjes, i inkubimit, kështu që unë jam mundohem që mos të përdor emra, po jo më larg se 30 km nga Tirana. Nëse jo paguajnë faturën ti emra për reklam. Kam parë duke mbush kos me zor ujë dhe me atë pistoletën që ne uisim lulet në baçet tona, e mbushte kosin. Ky është sistemi, shumica këtyre për shembull budget që kanë filluar ose njësit, po i thua njësit, se një budget është pak më empirike në përpunimin e qumshit. Por bëhet fjalë për njësit cilat janë gjysmë të automatizuara. Arrin një fazë deri pasterizimi edhe më mbrapa nuk kanë linjë tjetër, po shkëputet këtu dhe përdorim mjete si shteti një zor ose një pistolet të cila bën sistemin e mbushjes.
Zhysin shishet. Po jo, sistemi paket, po të marim materialet paketuse nuk janë të standardizuara. Kështu që nga ky moment, pas pasterizimit, dhe këtë i kompromentohet siguria. Del jashtë loje procesi pasterizimit, që shkatëroj gjithë mikrobet, sepse rifektohet produkti, o nga duart, o nga fryma e punëtorve që punojnë aty, edhe nga ajri. Edhe nga ajri, nga ambalazhi, cili mund mos ruhet në kushtet e mira. Dhe ajo që ishte ndikueshme shumë tek. Dhe duke e futur ti një inkubim, të gjitha këto mikrobe që ju shtuan produktit mbas procesit pasterizimit, veç atyre dobishme që janë kulturat e fermentimit, ato rizhvillohen me një ritëm shumë të madh. Dhe ato qojnë pastaj edhe në defekte të kosit ose në probleme shëndetësore për klientin. Ka dy element, për shembull, po ta shikosh që po të vëmë re që produktet e industrializuara nuk kanë erë, nuk kanë erë. Procesi industrial ka arritur deri atje që të heqë aromat me anë të procesit dezodorimit, ose dhe të arrijë që me anë të sistemit të mbyllur që përënda më parë të mos lejoj kontakt në produktit me oksigjenin. Nuk ndodhë racindidimi i yndyrnave ose oksidimi i yndyrnave. Kurse gjitha produktet e tjera, po të shikosh që janë me sistemet e hapura ose prodhimet artizanale, bulmeti ose produktet vijnë erë. Qartë. Produkti industrial nuk vjen erë, hapen i kosin, atje nuk ka erë fare produkti industrial, për fakt se ka kaluar këto faza. Pastaj, produktet cilat janë përpunuar në sistemet gjysmë të hapura ose të hapura, që në kontakt me oksigjenin dhe me ajrin, natyrisht që dallohet era e bulmetit, era e keqe shpeshherë, që është era e racindimit të yndyrnave. Po, dhe te kosi është shumë evidente kjo, sepse yndyrnat kanë veti të oksidohen në veprimin e oksigjenit të ajrit. Kështu që ndodh edhe më shpejt oksidimi i tyre, e cila prish atë aromën dhe pastaj shijen e kosit natyral dhe më vonë jep efekte të tjera në defekt. Zonë Deçolli, shkurtimisht para se shkojnë në reklama. A duhet kemi kaq frikë nga qumshti pluhur edhe nëse është prezent, sepse akullorët i kemi me qumësht pluhur. Ka dhjetra produkte konsumit përditshëm tona që janë bëra me qumësht pluhur. Qoftë akullorët me ato të hapura që shiten rëndom, qoftë ato markat më të njohura në botë, të cilat janë ato të ngrira me gjatësi të gjatë e tjera, dhjetra produkte që janë përbëra, sepse qumshti i freskët është të pamundur të ketë gjatësi. Unë, në opinionin tim personal, jam për gjëra natyrale. Por, kur e kërkom vetë procesit teknologjik, si që është rasti i këti tipi kosi, nuk flas gjithë llojet e koseve, këti tipi kosi, ose kur është mundësia që ne të përdorim qumësht natyral, unë jam për përdorimin e qumshit natyral. Po shka vlerave ushqyese, pa tjetër që pa? Pikërisht për atë, sepse qumshi natyral është një botë e gjallë, e cila ndikon edhe në shije, edhe në aromë, edhe në vlerat ushqyese ndryshe. Por për të pasur frikë, qumshi i pluhur nuk ka pse të kesh frikë, sepse qumshi i pluhur prodhohet nga qumshi natyral. Do me thënë, nuk është një produkt artificial, si që mund të jenë disa lloj proteinash të ndërthurura me kripra e të tjera, është thjesht një produkt që fitohet nga qumshi natyral, i kondensuar dhe i pulverizuar, që kthehet pasaj në pluhur. Kuptohet me një yndyrë të moderuar, sepse edhe në këtë rast yndyra e prish produktin e gatshëm, i uljet gjatësinë. Shkurtimisht para reklama. Unë e kam thënë dhe më përpara në disa studio, qumshti i pluhur është qumësht. Ndryshon vetëm forma fizike e tij. Tu kemi formë të pulverizuar, të larguar nga lagështira. Është e gjithë lënda e thatë, domethënë, është në formë të pulverizuar. Dhe nuk mund të tjetërsojmë përbërja, nuk është tjetërsuar përbërja kimike e nutrientëve. Të gjithë nutrientët janë aty, siç ka qenë produkti i freskët. Po janë me anë të proceseve termike,
Dhe antë ka dy lloj procese që përdoren për prodhimin e qumshit. Procese termike që largojnë lagështirën dhe kthejnë atë në fillim formën e kokrizave, pastaj në formën e kokrizave të vogla ose të pulurit. Dhe forma tjetër është forma liofilizuar e qumshit, e cila natyrisht përdor teknologjitë e heqjes së lagështirës në temperatura mjaft të ulta. Qumshi liofilizuar, për shembull, është një teknologji e cila arrin që të ruaj të gjitha vlerat, nuk prek asnjë nga qumshti, dhe kjo teknologji përdoret për përdorimin e qumshit të pluhur të bebeve, që është një nga qumshat më cilësor, formulat më të mira të qumshtit. Që më delikat. Po përveç kësaj, në qumshin pluhur mund të pasurohet me elemente të tjerë. Për shembull, qumshi bebeve nuk është qumësht vetëm natyral, po është i pasuruar me makro dhe mikroelementë dhe vitamina. Kështu që sot industria e përprodhimit të qumshit ka arritur që të prodhoj formulat e qumshit pluhur të pasuruara, madje të dedikuara edhe për kushtet të ndryshme të ushqyerit konsumatorit. Do të thotë që nëse një konsumator është intolerant ndaj laktozës, mund të prodhohet qumësh që të reduktohet niveli i laktozës. Deri këtu ka arrit teknologjia. Ose qumësh i pasuruar me vitaminë A, ose me grupe të ndryshme të vitaminave, që të jepet në mënyrë të kushtëzuar për të ushqyerit e personave të ndryshëm. Me elementë të ndryshëm shtesë. Do shkoj një hapësirë tjetër publicitare, mos u largoni nga ekrani i Ora News. Jemi sërish në studio në këtë pjesë të tretë dhe po flasim për produktet e qumshtit dhe do të flasim tashmë edhe për kapitullin 12 të raportit Komisionit Evropian Siguria Ushqimore, por para se të kalojmë te kapitulli një pyetje për zotin Pilku. Shifrat e importit nëse merren nga doganat apo nga installatet të qumshtit pluhur nuk janë të vogla. Ku shkon gjithë ky qumësht pluhur? Ai që do të them në radhë të parë ka një rënje të importit të qumshit të pluhur, sepse tashmë neve kemi mundësinë të importojmë qumësht të freskët. Por ai ku shkon qumshi pluhur, kryesisht, që ka dhe një rritje në prodhimtarinë në tregun vendas, janë pasiçerit, janë akulloret, janë biskotinat, janë çokolatat, të cilat të pesë ato janë pasiçeri. Pasiçerit nuk mund të punojnë dot, nuk kanë se si të lidhen me furnizues qumshi dhe nuk kanë se si të punojnë dhe me qumësh të pasteurizuar. Pra ato përdorin qumësh freskët për nuk munden dot. Po, sepse nuk kanë proceset e pasteurizimit e tjera, prandaj ato përdorin qumshin pluhur që është i standardizuar. Pra mund të them që 80% të qumshit pluhur kalon në këto 5 aktivitete. Edhe yndyrës bimore. Edhe yndyrës bimore, edhe mund të them edhe vaj palme, kryesisht biskotat dhe kroasanët, tortat e përdorin qumshin pluhur dhe edhe vajin e palmës. Pra, kjo është ajo industri që e përthith kryesisht këtë sasi importi, pavarësisht kësaj, ka një rënje, pra unë kam shoh statistikat e 2024-s, ka një rënje nga 2024, pra nga 2021 në 2024. Kuptohet, tashme jemi dhe një treg... Gjithsesi duhet të shtoj diçka për vajin e palmës. Vaj palmës në botë ka 2 kategori vendesh, cilat ligjërisht lejojnë përdorimin, një kategori ku lejohet ligjërisht përdorimi i vajit të palmës si një ingredient shtesë në produktet, edhe produktet e bulmetit, ka dhe vende sot në botë që kanë ndaluar përdorimin e vajit të palmës. Por, kjo i referohet kryesisht vendeve që kanë më tepër produkte të çelifikuara të origjinës. Pra, kanë të standardizuara. Po të shikosh, jugu i Italisë, për shembull, që është një nga vendet më të njohurat në botë për prodhimin e djathrave special, e kanë të çelifikuar produktet e origjinës, i cili është ndaluar përdorimi i vajit palmës. Vendet të tjera të zhvilluara, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, vendet të tjera ku kërkohet ku është masë e madhe e prodhimit të djathrave dhe të produkteve të tjera të bulmetit, patjetër që përdoret atje, por është i ligjëruar të përdoret vaj palmës, por duhet deklarohet në etiket me sasinë që përdorohet me përqindje që zai në përbërje kimike të produktit. Njëli diçka apo Jo, kjo është
Kalim ke kapitulli 12, pa tjetër? Nuk është se pjesa, nuk është se kemi shumë minuta në dispozicion, në fakt gjetjet nuk kanë qenë të vogla të Komisionit Evropian, po filloj shkurtimisht. Gjatë periudhës raportues është bërë parafrim i kufizuar. Ligjet për shëndetin e kafshëve dhe shëndetin e bimëve u miratuan. Megjithatë, nevojiten ende përpjekjet më teshme për të parafruar legjislacionin sipas kapitullit, për kapitullin me akis të Bashkimit Evropian dhe për ta zbatuar atë. Shqipëria duhet zbatojë politikat sektoriale kombëtare të sigurisë ushqimore të miratuar. Një tjetër problem i përhershëm që Komisioni Evropian e vend duke, në fakt, është mos reflektimi i rekomandimeve të Shqipërisë nga viti në vit. Rekomandimet, thot Komisionin, nga viti i kaluar u zbatuan pjesërisht dhe mbeten kryesisht të vlefshëm. Në vitin pasardhës, pra në 2026, Shqipëria duhet në veçanti punoj për parafrimin e legjislacionit kombëtar me akis Bashkimit Evropian, në mënyrë specifike për miratimin e ligjeve mbi kontrollet zyrtare dhe mirëqenien e kafshëve dhe rregulloren e përgjithshme të ushqimit. Në fakt, ligji për kontrollet zyrtare ka kaluar, raportimet, gjetjet e raportit për pasqyrojnë gjetjet deri në fund të korrikut 2025. Po si pas raportit, duke qartë që problemet theksuar kanë zbatimin legjislacionit me sigurinë ushqimore dhe kërkohet që të sigurohet që autoritetet kompetente të Shqipërisë kenë burimet e nevojshme për zbatuar siç duhet ligjet përfshirë ato kontrollet zyrtare pra kapacitetet. Nuk po zgjatëm pa një koment tuaj, Ilir ose kush të doj. Duke vazhduar pastaj tek laboratorët që gjithë s'kam shku akoma, se janë shumë faqe. Patjetër, ai që shikoj, unë kam qenë pak kritik në lidhje, u bë disa vite, që kapitullin 12 ne lexojmë pothuajse të një llojit. Pra, raport progresi, po të marrësh 4 vitet e fundit, ka të njëjtat nota për kapitullin 11, për kapitullin 12 dhe i përmirësuar dhe shumë më i lehtë për kapitullin 13 që i përket peshkimit. Ndoshta kjo ka qenë dhe ajo arsyeja që ne ndryshuam dhe legjislacionin në maj, mos gaboj me 13 maj të 2025-s, ku do kaloj i gjithë kontrolli ose inspektoriatet, do të kaloj në një reformë totale, pra do kemi direktiva të reja, do kemi ligje në ligje të reja në bazë dhe të ndryshimeve nga inspektim në kontroll zyrtar që ka Bashkimi Evropian. Kuptohet që nota negative në raport progres është cilësia e kontrolleve që ne kemi dhe kapacitetet që ne kemi. Pra duhet rritje kapacitet. Prandaj ne themi shpesh në daljet tona dhe në konferencat të ndryshme, bujqësia do buxhet. Nëse ti don të kesh një gjurmshmëri të mirë, të kesh një kontroll të mirë zyrtar, të kesh cilësi, kërkon rreth parë një infrastrukturë të mirë. Kërkon një cilësi, kërkon një ekip të madh, sepse jo pak, sepse ne shpeshherë ne merremi me fabrikat, ne merremi me ato punishtet që janë 2900-2800 në total aktivitetit përpunues ushqimor, po mos harrojmë sepse janë bare, restorante e të tjera që janë edhe këto duhet kalojnë në kontrollin e autoritetit të kontrollit ushqimor. Pra, bëhet fjalë për biznese me shumë në numër, të kërkon ekipe të specializuara për kontroll, kërkon infrastrukturë për këtë që në mënyrë që ti tjerë sa më sepse shpeshherë një gjë atë ne punojmë në bazë të analizës riskut. Kjo është bërë qikë si monotone. Po të referohemi pak që ju thatë parafrimit e legjislacionit. Në fakt është një, po të shikosh duket sikur janë fraza të përsëritura nga vitet më parë. Pse ndodh kjo dhe pse Bashkimi Evropian është shprehur kështu dhe vazhdon të shprehet në këtë mënyrë? Sepse procesi i parafrimit të legjislacionit, frazë jo vetëm për shëndetin e kafshëve, fushën e fitosanitetit, por edhe të sigurisë ushqimore në tërësi, është një proces mjaft delikat dhe i vështirë, për shkak të volumit që kanë pjesa e legjislacionit. Dhe çfarë ndodh? Ne si vend natyrisht që kemi ndërmarr procese parafrimi, të cilat kanë çuar
duke parafruar 1% të caktuar të direktivave të rregullore apo të vendimeve të bashkimit, të komisionit dhe të bashkimit evropian, për t'i parafruar ato ashtu si që janë pikërisht legjislacioni specifik i bashkimit evropian. Çfarë ka ndodhur? Nuk është e mundur që të plotësohet, kanë një kuotë bashkimi evropian. Parafrimi i legjislacionit duhet vi kaq %. Dhe ne nuk kemi arritur akoma në këtë kuotë. Aty cilësohet për shembull legjislacioni për mirëqenien e kafshëve, i cili është i paplotësuar, ose ka për shembull pjesë e legjislacionit të shëndetit të kafshëve që ka të bëjë me situata të veçanta ose me sëmundje të veçanta, zoonotike të cilat nuk janë plotësuar. Pse çfarë ndodh? Nga njëri në vit, për shembull në vit ose në harkun kohor të disa viteve, legjislacioni i shëndetit të kafshëve për shkak të situatave që ndodhin në botë për shëndetin e kafshëve ndryshon. Bashkimi Evropian i amendon ligjet të nxjerr rregullore të reja. Shpeshherë ne nuk jemi aktiv në përshtatjen e tyre ose për afrimin e tyre në kohë. Dhe kjo ka të bëjë thjesht me ndryshimet dhe volumin. Dhe shumë e vështirë, është nga pjesët më delikate. Kjo është një pjesë, po t'i referohem pjesës së mbetjeve, e cila është një legjislacion prap mjaft voluminoz, i cili ndryshon sipas situatave aktuale, sepse ndryshojnë norma, ndryshojnë vlerat maksimale të lejuara, ndryshojnë matricat për kontrollin e mbetjeve, kështu që është një proces dinamik që ndryshon në vazhdimsi. Dhe shpeshherë vendet që synojnë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian hasin vështirësi. Unë kam përmendur dhe më përpara, të njëjtat vështirësi ka hasur Bullgaria, Rumania dhe së fundi Kroacia. Proces mjaft i vështirë për shkak të volumit të madh që ka legjislacioni i Bashkimit Evropian. Ka ndryshuar pak qasje legjislative e Bashkimit Evropian nga modeli vertikal që ka pasur, kur amendohej nga viti në vit pjesë të veçantë të legjislacionit, për shembull janë futur paketat higjienike, është futur legjislacioni horizontal. Dhe kështu synohet edhe e ardhmja e legjislacionit Bashkimit Evropian synohet që të ketë legjislacione on blok, që të jenë grupe rregulloresh, të cilat të aplikohen në një grup të madh ushqimesh. Kur bëhet fjalë të ushqimit është më lehtë, por kur bëhet fjalë për shëndetin e kafshëve dhe shëndetin e bimëve, problemi është më specifik dhe shumë e vështirë të aplikosh për shembull legjislacionin në mënyrë horizontale. Kështu që për mendimin tim gjelet një pjesë mjaft e vështirë. Mjaft e vështirë sepse kërkon ekspert, profesionistë të mirë, kërkon persona që të njohin mirë gjuhën teknike për t'i parafruar ato në pjesë teknike të legjislacionit shqiptar, dhe nga ana tjetër është dhe zbatueshmëria. Nga ana tjetër kërkohet edhe eficienca e tyre, zbatueshmëria e tyre. Proceset. Në lidhje me laboratorët, atë që ju përmendët në fillim për pikat kufitare, për raporti përmend kryesisht laboratorët në tërësi, për rrjetin zyrtar të laboratorëve duhet të vendosen metoda të validuara të shqyrtimit për të garantuar besueshmërinë e rezultateve për speciet dhe mallrat përkatëse, si dhe janë të nevojshme për përpjekje të mëtejshme për të përmirësuar kapacitetin në zhvillim, akreditimin dhe validimin e metodave. Burimet duhet t'i dedikohen kontrollave kufitare në mënyrë që ato të kryen sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Pra që lidhet patjetër me pikat e shpëtimit kufitare. Ajo flet vetë. Edhe për këtë rast kemi dhe një lajm të mirë. Projekti i Bankës Botërore. Po, ministri i ri bujqësisë e ka deklaruar që do kemi rreth, mos gabojmë, 6 laboratore rajonale. Për mendimin tim janë shumë. 6 do t'jenë. Kështu është vendosur. Unë i referohem një studimi fizibiliteti bërë me vite përpara për laboratorët dhe ka patur 2 situata për laboratorët, 5 dhe 7. Ka arritur 6. To është gjithë mesmja artë. Mesmja artë. Po nuk do t'jenë të gjithë, me sa di nuk do t'jenë të gjithë kufitarë, do ketë... Jo, nuk rajonal. Shiko, koncepti nuk ka laborator kufitar. Nuk ekzistojnë në aspektin e kontrolleve. Do jenë laborator rajonal, të cilët... Po që të shërbejnë pikave të inspektimit kufitar, atje që të shërbejnë, por do jenë, ka një studim fizibiliteti që është bërë që në vitin 2009-2010. Kam lexuar. Po, ka 2 variante dhe kjo është, dhe unë personalisht mbështes atë me 5. Janë 6, kjo nuk prisht. Por edhe shtimi një laboratori, në qoftë se do flasim për infrastrukturë moderne, është kosto mjaft e madhe.
Dhe nga ana tjetër, ajo që është vështirësia më e madhe është gjetja e njerëzve të kualifikuar për atë laborator. Ky është problemi më madhor në vendin tonë. Sepse shteti mund të arrijë që të gjejë burime financiare, të ngrejë kapacitetet infrastrukturore, por është shumë e vështirë, për shembull, po jap një rast, përdorimi i pajisjeve instrumentale. Bet fjalë për gaz kromatograf, HPLC, LCMS, që janë pajisje të fundit që përdoren për përcaktimin e substancave të ndryshme, nutrientëve, mbetjeve të ndryshme në ushqime, të cilat kërkojnë njerëz të kualifikuar dhe mbantje të kualifikuar me një periudhë të gjatë. Kur të flasim, nëse do flasim pastaj për validimin dhe akreditimin e laboratorëve, kjo është histori tjetër. Por që të validosh një metodë në një teknik laboratorik ose në një matje, në një test laboratorik, patjetër që duhet kesh persona që t'jenë ushtruar, të kenë kryer, t'jenë futur në teste ring ose teste laboratorik duke marrë mostra blind ose mostra të fshekta në mënyrë që të gjejë pastaj rezultate saktë, krahasueshme edhe laborator në një rrjet laboratorësh të akredituar. Dhe kjo nuk është e thjeshtë. Dhe jo pak raste, profesor, ka pas në Shqipëri që laboratori zyrtar ka dhënë analiza negative për qumshin e fermave, dhe ndërkohë subjekti ka çuar në laborator të akredituar ndërkombëtarisht në Itali dhe kanë rënë poshtë. Pra kjo është dhe besueshmëria. Ne kemi në laborator rajonal që ka, për shembull, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, nuk kemi asnjë laborator të akredituar. Ky është realiteti. Ka vetëm qendrën e referencës, Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, i cili ka vazhduar dhe shton gjithnjë testet e akredituar. Bëhet fjalë për testet e akredituara. Jo, sepse akreditohen testet, pastaj flitet për laboratorit. Kur thet një laborator që është akredituar, akreditohet mbi bazën e testeve. Jo të gjitha testet janë të akredituara. Kështu që matjet ose testet që kryejnë. Sepse një laborator nuk mund të akreditohet për gjithçka. Është e pamundur, ai mbulon matjet, testet të ndryshme të cilat për ato certifikohet. Ka një listë testesh që akreditohet. Dhe problemi më madhor është këtu që këtu flitet për analiza të kryer në mënyrë zyrtare, por nga laboratorë të pakredituar dhe laboratorë të pabesueshëm. Kështu që jemi në një situatë ku dhe Bashkimi Evropian rekomandon dhe natyrisht e shpreh qartë në raport progresin për kapitullin 12, ku cilëson duhen nisma, duhen ndërmarr masa të cilat të përmirësojnë situatën e laboratorëve rajonal. 5 laboratorë mund të jenë, por Shqipëria mund të kalojë edhe në 3. Ato që jenë qendra, të cilat njëra mund të jetë në jug, njëra në Shqipërinë e Mesme, njëra në veri, edhe mund të mbuloj më së miri, ama të jenë qendra të fuqishme të ka akredituara. Dhe për shkak të zhvillimit të infrastrukturës së vendit tonë, ne kemi mundësi që mostra të lëviz brenda 4-5 orëve, nga kufiri ose nga njëna te, mund të shkojnë në laborator. Dhe kjo është një kohë që i premton, që plotëson gjitha standardet e ruajtjes mostrës. Jemi ka vende Danimarka, ka vende tjera të zhvilluara, ka një numër të kufizuar laboratorësh. Të akredituar dhe laborator, për shembull, një laborator mund të mbuloj 4 qarqe. Nuk do thas asgjë, nuk do thas. 2 orë pak me makinë është nga Hani Hoti deri edhe 6, edhe 6 në këndvështrimin janë shumë. Shiko, 6 sepse do t'jenë të disa, kam përshtypjen, do t'jenë të profilizuara për eksportet tona të fruta perime dhe kryesisht të zonës së Shqipërisë së Mesme, që është një domosdoshmëri. Është një domosdoshmëri. Ose mund t'jenë edhe të eksporteve të agrumeve, se jo pak 20.000 ton mandarin eksporton. Kur flasim për analizat e sigurisë ushqimore, që në të gjithë botën, kur flasim për kontrollën zyrtare, kryesisht flitet për laboratorë që të mbulojnë pjesën më të madhe të produkteve. Ta të specializuarët, pastaj është kjo histori tjetër, mund të ngrihen qendra specializuara, të cilat mund të jenë seksionet e një laboratori të një qendre të madhe, në një
një qark të caktuar për specifikat të ndryshme, për shembull, atje ku prodhohen më shumë fruta dhe perime, siç është zona e Myzeqes ose cila është e shquar për prodhimin e fruta dhe perimeve. Aty mund të ngrihet një aman, do të jetë vetëm një laborator i cili një qendër që tjetë akredituar, që të mbulojë me kompetenca pra të gjithë spektrin analitik që kërkohet për kontrollin e ushqimeve dhe për analizat që kanë lidhje me sigurinë. Kjo është një nga ato arsye të cilat, duke parë raport progresin, Delegacioni Evropian ka akorduar Shqipërisë, fillon në janar të 2026, një projekt prej 12 milion eurosh për sigurinë ushqimore dhe që zbatohet nga Giza Albania. Nga Giza Albania për një periudhë 5 vjeçare. Pra, jepet një rëndësi jashtëzakonshme kapitullit 12 siguria ushqimore. Pa plotsu kapitullit ne nuk shkojnë në BE. Ne do kërkojmë dhe fazë tranzitore, Granit, se nuk mundemi do të... Duam apo s'duam, nëse nuk i plotsojmë dhe 12 bashkë me 27 mjedisin... Se unë duha ta përmesëm me profesorin kam qenë... Licitacioni është i arritshëm. Licitacioni, po, zbatimi është problemi. Procesi zbatimi. Dakord, po licitacioni pastaj zbatimi janë kontrollet zyrtare. Kontrollet zyrtare, pastaj eficienca e kontrolleve zyrtare është gjë tjetër. Kjo është problem. Dhe pjesë e kontrolleve zyrtare dhe kontrollet analitike. Të dy janë elementet të cilat natyrisht do të fokusuar më tepër në kapitullin e 12. Sepse pjesa e licitacionit arrihet duke zitur, arrihet duke marrë njerëz profesionist, jurist, përkthyes të mirë, specialist. I referohesh një modelit të mirë. Jo, janë pjesë teknike të cilat kërkojnë vërtet njerëz kanë terminologjinë e të gjitha. Mbi gjitha është zbatimi dhe zbatimi do t'jetë i fundit. Patjetër. Se edhe për mjedisin kemi legjislacion shumë mirë, po shiu i fundit e tregoj çfarë ndodhi. Çfarë ndodh? Bashkimi Evropian dërgon misione për të audituar sistemin. Dhe po e auditojnë në fakt. Dhe çdo javë kanë Ministritë e Bujqësisë audite nga Komisioni Evropian. Auditet e Komisionit Evropian kanë qenë periodike në vazhdimsi, në të ardhmen do shtohen. Edhe do ketë audite për element të veçantë të sistemit të sigurisë ushqimore, të cilat do përfshin legjislacionin, çekohet legjislacioni, mund të përfshijë që nga struktura. Terma e referencës të stafit. Si ishte ndërtuar një sistem. Ky është aja që do të tjetë, sepse kjo lidhet edhe me atë që ju thatë për para, sepse bëhet fjalë për inspektoriat të përgjithshëm që mund të përfshijë dhe sigurinë ushqimore, që këtu ne do marrim kartonin e kuq, qofse do jemi pjesë do fusim sigurinë ushqimore, inspektoriatin, në inspektorianit e madh qendror që ka vendi ynë. Fatkeqësisht kjo është bë me ligj. Kjo është bë me ligj, ka kohë për ndryshuar ligji. Ka kohë për ndryshuar. Edhe unë shpresoj dhe ja ku jemi këtu që Bashkimi Evropian patjetër do të detyroj vendin ton që të marrë nisma të reja ligjore për të krijuar në të vërtetë një inspektoriat të vetëm dhe unik të sigurisë ushqimore. 10 sekonda kam kohë me mik për të na thonë, duhet të kemi frikë nga kosi apo jo? Jo, absolutisht jo. Absolutisht jo. Kosi është një ndër produktet më të mira që ashtu për cilë po flasim që gjenden markete masivisht e industrisë. Duke përfshirë gjithë llojet e koseve që në fakt prodhohen me cilësi, sepse ka lloj-lloj kose. Nuk ishim kos rrugës se do ta analizonim. Është produkti më i mirë që përdoret nga fëmia 6 muaj dhe deri në fund të jetës. Zëra dhe Qolli, ju falenderoj. Faleminderit profesor, faleminderit zoti Pik. Faleminderit dhe juve. Ky është fundi i programit për ditën e sotme. Bashkë do shihemi të premte në ardhshme në orën 21. Mos harroni alert të ritransmetohet të shtunën e 13:30. Deri atëherë mirupafshim.